Fëmi, cila fest po vjen tani për ju? Bravo. Bravo. Si është quajtur ndryshe festa e 1 qershori? Festa e fëmijëve. Bravo. Festa e fëmijëve në të gjithë botën. Sepse në këtë datë fëmijët kanë fituar të gjitha kërkesat e tyre, të drejtat e tyre. Dhe ne sot do të shkruajmë, do të ngjyrosim më saktë vizatim 1 qershorin. 1 qershorin. Punoni nga dal, qove edukatore, dale. Bravo, Aleksa Vogël. Bravo edhe Fabriela, dale. Bravo Rajla, shumë bukur. Ja dhe Amari sa po filloj, dale. Bravo dhe Alea, lund. E vogla, bravo, vazhdojmë. Që shoj edukatore gjithve. Dale. Bravo dhe Tjani, prit. Bravo dhe Kesi, vazhdo. Bravo Perla Vogël, sa shumë ka avancuar Perla, bravo. Vazhdo, po vazhdo ngjyros një mbaroj gjithë shkrimin këtu, qershori. Dale. Geri, vazhdo. Mbarove njëshi, vazhdo që t'i bësh të gjitha. Të gjitha shkronja, do ngjyrosen të gjitha këto shkronjat këtu. Vazhdo. Mbaro njëshi dhe vazhdove tjerat. Bravo, ja dhe Henesi. Dale, prit. Bravo dhe Anea. Prit shumë të kaj, bravo, sa shumë ka ecur Rajdeni. Bravo Rajdeni. Dale. Ha, vazhdo, me kujdes. Bravo, mos dilja via. Bravo dhe Ernesti. Si? Sa shumë ka bërë Rajdeni, se ne se pan fare. Bravo. A i lexoj me edukatorin gjithë të 10 të drejta tuaja? Bashkë me edukatorin. Kujdes. Të kem një atë dhe. Të gjithë. Të kem një atë dhe. Unë kam të drejtë të shkoj në kopësht. Unë kam të drejtë të kem shoke shoqe. Shoke shoqe. Unë kam të drejtë të mos dhunohem. Të mos dhunohem. Unë nuk duhet të bëj punë të rriturve. Punë të rriturve, bravo. Unë duhet të kem kujdes shëndetësor. Të kem kujdes shëndetësor. Vaj, e themi të gjithë. Të kem një emër. Bravo. Të kem një familje. Të gjithë. Të kem një familje. Bravo. Bravo, Anesti. Duhet të ushehe mirë. Bravo. Duhet të argëtohem. Të gjithë duhet të argëtohem. Bravo. Pra, të gjitha këto janë 10 të drejtat e fëmijëve që duhet i zbatojnë të rriturit. Kuptuat? Mirë. Ha, Rajdeni. Bravo, vazhdo. Jedi i qik, vazhdo ngjyrose i qik perdet, ngjyrosi dhe pak perdet, se si ki ngjyros tu. Ngjyrosi, dalet shumë edukatoren. Vazhdoni se jeni shumë të mirë. Pra, lexuam 10 të drejtat e fëmijëve që do t'i mësoni dhe juve. Në rregull, ha? Bravo. Bravo.